çfarë ne besojmë. Kështu që se është tek Jezusi do tek Mateo 5:16, ku thotë le të shndrisë drita juaj përpara të tjerëve. Kështu që kjo është edhe ajo dëshira jonë që ne duam të bëjmë. Duam që besimin tonë që e kemi tek Jezusi, të mos jemi egoista, por ta jetojmë duke i shërbyer njerëzve të tjerë. Edhe ja disa ose ja një pyetje se çfarë mund të bësh këtë javë në lidhje me të shërbyerit të Perëndisë. Po ndoshta shiko nga më të afërmit, shiko nga familja. Si mund t'i shërbesh familjes? Tani është e mundur që ne të kemi këtë konceptin e padriut edhe ati çfarë është? Roktarit edhe pronarit. Edhe ta konsiderojmë familjen si kur jemi roktar, që do ta marrë të koshën e fjarave do ta edh, do ta marrë të ideja që ne do të bëhemi pronar. Në kuptimin do të kemi konceptin, do të ndryshojmë konceptin, por që ne jemi pronar, jo roktar. Roktari e le kur ka vështirësi. Në qoftë se vinë ata për t'ja marrë vendën, roktari a le krahën e thotë në pafshin. Kurse po t'ishte pronari, po t'luftonte, edhe do të bëjë të gjitha të mundë. Tani ne do të kemi këtë mentaliteti kur bëhet fjalë për shërbimin. Do të mos e konsiderojmë shtëpinë si diçka që unë vetëm punoj, edhe pastaj do bëj këto gjëra të thjeshta edhe të kështu. Kështu që fillojmë të parë me familje, edhe ndoshta të shohë këtë konceptin që do të je atje për të bërë të pamundurën të mundur. Dhe nuk je atje që sa do të dalë vështirësia, ti të ngresh duart lart edhe të vazhdosh shërbimin. Po shikoj këtë me shoqëria. Ne ati ku po jeton, ku po kalon kohën, apo e le dritën tënde të shtërisë, po e ke të vështirë për ta lënë të shfaqet. Edhe tani ka nevojë që duhet të ndryshojmë ca gjëra. Se edhe Jezusi këtë na thotë që nëse do të ndjekesh mua, do ta mosh vetëm